Policia kufitare në Sarandë ka shtuar mjetet dhe mundësim për kontrollin e hapësirës detare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Shqiptare Hysni Burgaj deklaroi sot se ndihma e organizmave ndërkombëtar ka përmirësuar ndjeshëm kontrollin e kufive të Shqipërisë. Korrespondenti ynë Raimond Kola njofton. Hapësira detare me Sarandës dhe ishullit grek të Korfuzit vazhdon të jetë në shënjestrën e trafikantëve, sidomos të lëndëve narkotike. Transportimi ashashit nga zona shqiptare drejt Greqisë ka shënuar rritje kohëve të fundit dhe krahas kufirit toksor, trafikantët synojnë dhe hapësirën detare. Policia e Sarandës thotë se ka rritur kohët e fundit mundësitë e saj vepruese përmes përmirësimit të kontrollit të hapësirës detare me Greqinë. Mjetet e shpejta lundrimi janë tashmë në dispozicion të policisë shqiptare, ndërkohë që është përruar së fundi edhe godina e re e policisë. Policia ka shtuar gjithashtu mjetet logjistike dhe pajisjet e kontrollit. Fal një mbështetje programeve ndërkuvitare dhe organizmave ndërkombëtar, policia shqiptare ka arritur të kryojë në 12 rajone të Shqipërisë njësi të ristrukturuara kufitare, të cilat kanë arritur menaxhimin e kufirit dhe kontrollin. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Hysni Burgaj tha sot në Sarandë gjatë një ceremonie se ndihma i ka shërbyer policisë për të luftuar krimin në kufi dhe parandaluar format e trafiqeve. E vlerësojmë jo vetëm si një përkrahje të thjeshtë, por edhe si një nxitje të fuqishme për reformimin e policisë të shtetit dhe shndrimin e saj në një organizatë policore demokratike, partnere dhe një organizatave homologe të vendeve të Bashkimit Evropian. Zoti Burgaj vlerësoi më tej se forca goditëse e policisë së Sarandës do të rritej fal pajisjeve dhe masave të reja. Do të punësoj që punonjësit e shërbimeve të kufirit për Sarandën të kenë në dispozicion ambiente cilësore me sistem ngrohje e kondicionimi që përmirësojnë ndjeshëm kushtet e punës së shërbimit, sidomos gjatë procesit për shoqërimin e intervistimin e qytetarëve. Shqipëria ka një vit të gjatë kufitare dhe sidomos me Greqinë terreni i thyere bën mjaft të vështirë kontrollin policor ndaj trafikut të lëndëve narkotike. Gjatë viteve të shkuara, incidente në hapësirën detare me Sarandës dhe Korfuzit jo vetëm kishin shkaktuar probleme për policitët të dy vendeve, por kishin cënuar edhe sektorin turistik. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raimond Kola.